Hajde ta ndash më në këtë botë, qa është e Zotit e qa është e djallit. Për shembull, thonë që supozohet që objektet e kultit janë krijuar për besimtarët dhe për të mbrojtë, për të garantuar qetësi shpirtërore edhe për të bëjë vendin mirë për të shprehur ato vujtjet, dëshirat e gjithë secilit, besimin të kanë Zot. Këtë s'po e them unë për të parë se ka shumë njerëz që kanë dalë kundër institucioneve fetare. Unë s'kam dash kur ta besoj se janë besimtare. Për shumë vitesh dhe janë praktikante. Po të thyet zemra dhe nuk është e drejtë, kur personalisht për shembull çdo vend të Europës që ka vajt apo të Ballkanit gjithmonë apo në çdo fshat apo në çdo cep botës të Europës, ku diun, që kam qëlluar unë të shkoj. Gjithmonë vizitoj objektet e shenjta, objektet e kultit, se më parë ndërtoheshin vende të shenjta. Shko te Kisha Ortodokse këtu, te katedralja, des 10 qërinj i merej. Ka dhe turista në kafitim. Des 10 qërinj, për 10 sekonda heqaj. Të nesër më prapë heq. S'lëaj fare. Si kështu e kanë rregull se besoj se i bën nga vetja, të një muhabet kanë, si bën nga vetja e roja, qëllimi është fitimi, të fitojnë të gjithë, të fitojnë. Për shembull, shkonin të protesta, shkuam ne aty me protestu të lirë, të shprehim pak kënaqësi, na kishte shpirtin më të hundës, çfarë ndodhi? Megafonxhin dhe mikrofonaxhin. Ka fillu hapin kështu, GoFundMe, të fitojnë, bëjnë si allergji, si gjunafçar, gjithë me halli ime, ashtu hallin tënd, është shprehje popullore. O, sa halli kemi të gjithë, mos bëjmë që si gjunafçar. Të hapim GoFundMe, përveç atij shkreti që ishte invalid, njëri që ishte invalid, ai po është rast. Po, hajde dalim, vlypim, domethënë me respekt kam në jetën time për njerëz të rrugës, për atë Zot, si sa mashtruesit, interesagjint që përdorin kauzat, që përdorin besimin, këta besim në Zot, dikush tjetër besimin në revolucion në një kauzë për të përfituar për qëllime personale. Më respekt kam për njerëz të rrugës, si goca si djem, se rrezikojnë jetën, e mendojnë çdo ditë si t'ishte e fundit, sot janë, nesër s'janë, mendojnë për ça përfitime të vogla. Tani më thoni, këta të fundit janë djallit apo të Zotit? Se më të shenjtë më duken këta të rrugës, sesa këta mashtrusat që përdorin besimin e njerëzve. Dhe sinqerisht më pari me del që ka rruga, sesa kanë këto. Institucionet fetare, politike apo aktivista. Kishte Shqipëria i sparime se ka këtu në rrugë, do ishte më mirë. Doni ta ulem fare? Niveli ka, po ti njerëzit më nivel më tullet të kënë krye. Shë nivele ka këtu lumi ka dalë në krye. Shqipëri nuk kam asgjë. Nuk ka as formim, as intelekt, as eksperiencë, as kategori, as klasa, as respekt, as klasa sociale, s'ka asgjë, as njerëz të shenjtë, as respekt brenda shtëpisë, as respekt jashtë shtëpisë, as shoqëri, as një institucione, asgjë. Sa rruga t'ishit, sa rruga. Unë Eva ju përshëndes paç.